Po shkome janë nga thethi. Jam nga ata që jam dëmtuar me 3 objekte, 3 shtëpia. Nuk i kërkova skali bedrunit, i ko bën ndërtesat. Afroj pak mikrofonin. I kom pas ndërtesa për djemt e mi. Po, pa leje. Pa leje. Edhe me shpejtësi të madhe. 2024-shin, ke orë të kisha thethit. Ke bë takim me popullin e thethit, nuk kom dolla aty ka null djali se është në emigracion, kam 3 djem në Itali. Po. Dhe ke folë ata çka ke folë kanë tonë japën media, s'kam nevojë me bë koment. Edhe kur ke ik për këtë tha djali baba e bon sa e ka shtëpi. Po shef. Se jena tha 4 djeme nuk kena kurrim shtëpi vjetër se nuk na zon ta komenaj. Janë të martuam, 2 janë të martuam edhe me familje. Ta marrë den foni. I thash po më bëm, thash ndash po i bëjmë, po nuk i besoj kësaj punet. Tha baba po i bëjmë. Unë nuk mund jam e prish fëmijëve që të jinë vetë dhe problemet e veta se kom 2 palë fëmijë që e din të tonë, shati i thethit e din. U kom datë të në tokën, si ma kallën baba, ja kom datë të tonë të kungull kufit. Edhe në këta kungull kufit, bani djali i math e bani 2 kaqë. 2 tjetë e bani ka 1 katë. Djali të vogël kur i ndava, i kanë lënë shtëpinë ekzistuese të vjetën. Asaj mi ka ardhur legalizimi si mas fjalëve që ke dhënë atë ditë të kisha. Se ishte ajo. I ka ardhur. Tash i djali i vogël ka një aty ka hap 3-4 dhoma bashkë me gruat e me nënt vet dhe i bujtin të vogël një aty ka punon me ta. Tash 3 tjetër kom pa shtëpia dhe kur ka ardhur i nuk përmbejshem në 2025 kanë ardhur dhe bën proceset në prill në korrik kanë ardhur dhe kanë shënë 3 ditë po vendos gjykata si më kanë proces gjyqësor me Lere tani dhe, çfarë do bëj tani? Jo, më jo, tash le tani. Jo, lutem, mos na ço tash jetë. Jo, jam fali, jo po të tregoj aspektet tash unë. Je në rregull, e the drejt, sakt. Djali i vogël e kishte pa leje, por ekzistuese, u legalizu. Këta të tjerët që thanë hajde bab ti bi me top, nuk. Më fali sekondë. Kaq. Të i qarë gjukate. Djali i vogël i kalon shtëpinë ekzistuese që ka bën 87. Ato pra, po ajo pra, po patjetër. Të tjerat. Po tash krahas kësaj një djali i tretë ka pas atë magazinën dhe kësollën e baktive si ka kanë e ka pa rikonstruktuar punue. A ekzistuese e ka marrë komisioni i bashkisë e ka marrë për legalizim gjithë shtëpinë e vjetër si ka kanë. Edhe janë 2 procedurat e legalizimit që kanë bashkë. Çfarë hiku? Tashti. Po hiku tashti. Pare sekond. Tashti. Ajo shtëpia, ajo ekzistu e dyta, asnjë bën asnjë kanë kësoll, edhe Jerevi a kanë bën me prirët me shtëpinë 87-ën. Ajo në rregull s'ka problem. Ka mojt bashkia tonë ka thonë do të vinë procesi e legalizimit dhe kësaj do të vinë rrolla. Kësaj smjerë thellë ma shemen. Dëgjoj dashur, të lutem. Tashti. Çfarë nevoje keni për mbështetje që t'i bëni me rregull? Kjo që jemi këtu ne për zonjën është tokë shtet. Shtet është kjo këtu, në fakt? Jo, është toka e Marianit dhe e vlezërve. E njëjta është me rastin tënd. Për zonjën je shtet. Për ty je pronar. Për këtë punë është paketa maleve që ti si pronar të marrësh tokën tate. Dhe të ta marrësh tokën tate duke bërë një investim ligjor, jo të paligjshëm. Apliko tek paketa e maleve që toka jote që figuron shtet, fal aplikimit dhe investimit, të bëhet toka jote, siç është. Të falënderoj në emrin e këtij popullit. Në vitin 2000 e kanë kryetar bashkiet i pari, me Miri Hotin, me Hysem Dormi, me Parbektoçin. Thash se the e bë kryetar komune me partinë time. Ti je me parti tjetër apo? Ti dukesh që nga larg je me parti tjetër. Po nuk ka rëndësi, shumë mirë. Është kënaqësi që komunikojmë me ty. Po, patjetër, edhe mu me ty. Që erdhe me ministrin, me ministrat, me drejtoreshat dhe me komandant Benetin. Shumë faleminderit si pe respekton dhe pe beganis këtë popull. Se ke thonë një fjalë tur ti. Edhe mos ja qajsh hallin, mos ja krysh nevojën kjo ja hallin. Jena mundu me sa kena pas mundësi me aukajt hallin të në njerëzve. Të përshëndesh shumë që ke ardhë, faleminderit për jush, faleminderit ju shpjegove bashkë me ministrat, bashkë me kryetarin e bashkisë, legjendën e Shkodrës. Faleminderit për projekte që ke bën për shalën shoshin e Dugazhinit. Padjesh me të hangër kohë do t'lypi një projekt vogël, jo këtu,
po me telefon me diçka për bregun e Lumit, qendrën administrative të Dugazhinit. Shumë faleminderit për këtë. Shumë mirë do bësh të ma kujtosh se këtë gjë ma kanë përmend dhe më parë. Edhe kjo është tani legjenda e Shkodrës duhet na thotë se ku është me këtë projekt. Ku je me projektin e Lumit? E ke përgatit projektin, në rregull. Po e kemi përgatit projektin për qendrën e edhe aplikimit të fondi zhvillimit. Ndërkohë, për 2 javë rruga e Dugazhinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, pa tjetër që gjërat bëhen si mas mundësive, e kemi nis punën në kryet këtij veni, kur treqerekun e komunave i kishte partia ati, e kemi nis me më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm të Shqipërisë, e kemi sjell në 27 miliard e diçka më shumë, duhet ta çojmë në 35 miliard. Pse duhet ta çojmë në 35 miliard? Sepse na duhen më shumë fonde për të financuar më shumë gjëra. Si vin fondet? Nga vin fondet? Fondet vin nga investimet. Njerëzit duhet investojnë dhe shteti duhet mbledhi më shumë të ardhura. Rrit ekonominë, të rrisësh mundësitë, të rrisësh fondet. Ky është thelbi. Dhe të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investimet huaja. Në Shqipëri dalin çati them, çati quj. Kokat mëdha s'jan. Çati quj. Dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremist sa të majt e sa të djath, do me thënë si me kalu bicikleta me nda për gjys, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Pse ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, që sot kanë ble çerekun e Parisit, kanë marrë Francën me veten Katar. Si funksionon? Pra, rrugën e Dugazhinit, Gjoni ma ka përmend dhe ma ka bërë leksion kur unë kam qenë akoma në opozit. Pastaj u bëra kryeministër, Gjoni tha tashtitha është rruga Dugazhinit. Po jo, sepse kur ke pak, do t'i ndash aty ku duhen më shumë, te gjërat më prioritare, te gjërat me cilat fillon. Por kur rrit mundësit, i vjen radha edhe rrugës Dugazhinit. Tani me siguri ka rrugë të tjera që janë radhë më mbrapa, do vinë dhe ato. Kështu që rrugën e Dugazhinit do ta fillojmë edhe do ta bëjmë bukur. Dhe pa tjetër, projekti që tha Beneti, pastaj është pjesë. Unë do të jap pak zotnis atje, jemi pa bashkë, ne? Jemi pa bashkë, ne? Njerëzit e shumë të në Shqipëri që unë e ti përfollëna. Edhe ti si unë? Po me ty qa Po kanë? mu nuk më kanë shoh. Me ty të lavdrojnë? I herë për shnete Po në qofë mirë se se të kjo. lavdrojmë si e rregullave. Unë vetëm t'je din se me kërkesa jam, për paketën e maleve të përgëzoj e i gëzoshin kush i marrin, e kush ta ashtu se në theth, po folet shumë që vinë të huaje, kështu
Në anën e tjetrën, Po ku do vinë për shembull? për zotin nuk kena vend për vete, jo për më të thuj, ujt. po ku do vinë? Si do vinë? Nuk e di, po Si? 2 minuta. Jo, po ja se jam me Se gjithë. edhe i harroj. Jo, të lutem. Ja për shembull, ti je nga këtu. Po. Tani, Po. më thuj si e realizon një huj që vjen këtu dhe fillon ndërton këtu. Si mund ta bëj? Unë di me të thani gjë, në mend të shumë njerëzve si mua, që unë vi nga jashtë 30 vite, Unë them nuk besoj se ka vend të vinë kush. More edhe një herë tjetër, vend ka kudo për të gjithë, por kjo është një marrëzi shumë e madhe. Dhe po të them me garanci që ta dish ti. Nuk ka në Shqipëri investim me leje, pa leje është histori tjetër, me leje, që nuk ka pronarët pjesë. Aktual. Nuk ka. Tani çfarë do më thoni? Do më thoni rjollin? Po hajde shifeni dosjen e rjollit. Hajde shifeni dosjen e rjollit. Pse nuk shkojnë në gjykat ata? Në qoftë se rjolli është një leje e dhënë një oligarku në tokën e tjerëve, të tjerët që kanë tokën mund të çohen dhe ta bllokojnë me herë në gjykat dhe sot, dhe sot, ose ta çojnë prokurori, pse nuk e çojnë prokurori? Pse nuk e çojnë rjollin ata në SPAK? Ta çojnë në SPAK. Le ta çojnë dhe le të provojnë ata që ata janë pronarët dhe që ndërkohë aty shteti ja ka dhënë dikujt në tokën e tyre. Jo më zotni, nuk është kështu, sepse dosja e rjollit ka të gjithë pronarët brenda. Ka të gjitha marrëveshjet e bëra brenda, ka të gjitha shitjet dhe blerjet brenda. Tani, është e drejta e gjithkujt të thotë që ore shiko se kjo është prona ime, por duhet të tregoj një cop letër. Duhet të tregoj një, si të thotë, ose duhet të jetë si këtu. Ju keni ardhur gjithë këtu, s'po dëgjoj njëri të çohet thotë, "Çfarë po thuti? Cili Marian mër, kjo është toka ime." S'po e thotë. Ja, ashtu. Kështu që o është kështu me zakon, siç e keni ju këtu, o është me ligj tjetra. Mariani, që t'jemi shumë të qartë, Mariani do bëj projektin. Okej? Do marri lejen. Është në të drejtën e vet, po të dojtë, thotë, e di si është puna, po unë këtu do ta marr një nga hona dhe do ta bëj bashkë me te. Nuk mund e nalë në kush. Ashtu. Kjo është vetëm e mënyrë se si mund të vi. Si mund të vi? Ja se unë atje kur jetoj, punoj në vendin e huaj, në tokën e huaj. Prandaj po të them pra tani imagjino ti të çoheshin britanikët, e të thoshin Britania është vetëm e britanezëve. Ku do shkoshe ti? Ku do shkoshe ti? Unë kam një dy kërkesa. Po të ishte Britania vetëm e britanezëve, do ishe këtu me ujqit. Prit më burr. Atëherë kur këtu kishit vetëm me ujë kur kanë fjalë. Kështu që dhe ose është shumë e rëndësishme. Kjo është një gjë që nuk ka më keq se sa t'ju fusësh njerëzve në kokë mizën që këtu do vinë ca do ta marrin. Si do ta marrin? Që këtu i kanë marrë, si i kanë marrë, nuk kanë marrë. I kanë marrë në bashkëpunim me pronarët. Ky është thelbi. Tani shteti në të gjithë botën ka pronat të vetat që i zhvillon, ka drejt i zhvilloj. Por këtu nuk bëhet fjalë për të zhvilluar pronat e shtetit. Pra, atje lart është prona e shtetit. Okej, atje ke ajo. Po s'bëhet fjalë për ta zhvilluar sepse shteti e ka të përcaktuar me këtë si zonë të mbrojtur. Dhe në një zonë të mbrojtur shteti nuk vjen që të sjelli alien që të rrafshojnë malin. Ama në zonë mbrojtur, këtu jetojnë njerëz. Si ti themi ne këtyre? Si t'ju them unë juve tani? T'ju them shikoj, di s'është muhabeti, juve kullat i keni, por nuk merrni dot hipotek sepse është zonë mbrojtur. Dhe ASHK-ja nuk e jep dot. Se thot çaj e di, po unë kam ka 6 vjet, po nuk ka rëndësi. Zonë mbrojtur nuk lejohet. Ti them që juve që keni ndërtu 30 vjet kur këtu s'kishte as shtet as gjë, do t'ja u prishim? Jo. Tani ju e i keni, turistët vinë, nevoja për të përmirësuar shërbimet është, për të zgjerur, si të themi, jo, kaq, nuk ke. Si, atëherë,
Nëse ne nuk e zhvillojmë me rregulla, kjo do zhvillohet pa rregulla. Se do vi tjetër më mrapa, që nuk do jetë si puna ime kokfort si puna Franit, si që kanë qenë për para, që asë kanë dash me ditë e tjerë. Kjo, duke u zhvillu me rregulla, do mirëmbahet. Shumë mirë. Po do mirëmbahet, do i mirëmbani vetë ju. Do bëheni ju si korsikanët, po ju them unë. Kur të vi momenti që juve t'jeni stabilizu, këtu jo që të vinë tjerë të ndërtojnë nga, po këtu nuk keni për të leju ju, po të them që të preket një pemë. Nuk do t'i lejojmë. Po, që të preket një pemë. E di që të bëjnë Korsik? Jo, e di që të bëjnë Korsik? Po të shkosh në Korsik, plazhet, rrugët, çdo gjë publike nuk ka një bish cigare. Po e di pse? Se të kapin vetë. Kur shkojnë njerëzit në plazh, po ta e vën një bish cigare ta lejnë aty, i kapin vetë edhe i marrin e i paketojnë dhe i nxjerrin për jashtë. Nga Korsika. Pse? Se ata shesin Korsikën, më vlla. Unë nuk jam një person që kam hotel. Okay? Unë jam një mësues. Kam fëmijët. Jam në një vend që jeton me turizmin. Atëherë unë s'të lej ty të hudhësh cigaren atje, sepse ti më prish mua produktin që shesin këta. Dhe këta duke shit të produkt paguajnë më shumë për shtetin dhe shteti paguajnë më shumë për mua. Ju ke thethi është produkti juaj, nuk është vetëm ajo shtëpia e Franit. Unë jam shumë dakord ç'a thue, po falenderoj që më dhan mundësinë të flas, prandaj tani folti. Të kam